pozitive për faktin se një misioni, komisioni të jashtë, mbas një kërkese që ishte bërë që në korrik të vitit shkuar, erdhi në Shqipëri për të parë situatën nga afër. Ne ishim me fat se të dy përfaqësuesit, si zoti Mekalister dhe zoti Galer, janë njohës të vjetër të rajonit, e njohin Shqipërinë. Zoti Galer ka drejtuar njëkohësisht dhe misionin e vëzhguesve për zgjedhje të Parlamentit Evropian në Shqipëri dhe për 11 maj dhe është e thjeshtë të flasësh me njerëz të cilët e kanë informacionin në mënyrë të vazhdueshme dhe e dinë se çfarë ndodh. Është e vështirë kur ti flet kur ke përfaqësues të cilët ndryshohen dhe nuk kanë interes për vendin. Po, ai grup i cili erdhi me 9 eurodeputet në Shqipëri, që tregon edhe angazhimin e Parlamentit Evropian, po edhe atë që ne kemi thënë në vite që procesi i integrimit nuk është një visto dhe një letër e bardhë për të bërë çdo lloj gjëje dhe për të kaluar lumin. Po do të ketë më shumë kontroll, do të ketë më shumë bikëqyrje dhe ky ishte edhe rasti. Javës tjetër prezantohet në Parlamentin Evropian raporti për Shqipërinë. Mbas raportit do të vijë një rezolut. Pra është një proces i gjatë. Në fakt, këto marrëdhënie ndërkombëtare këtë kanë që produktin ti nuk e sheh dot më njëherë, por e rëndësishme është që Shqipëria është në qendër të vëmendjes, jo për arsyet që unë do kisha dashur. Unë si shqiptare, ti si shqiptar, besoj kushdo si shqiptar do që vendi jon të përmendet për mirë, por në këtë rast nuk ishte për mirë. Do donim gjithashtu që e keqja të përmendej me emër. Ashtu do donim, të gjithashtu do donim, është më mirë kur ti i di kush janë problemet, për ti zgjidhur ato, se është shumë e vështirë që të flasësh në teori e të bësh teori. Po në këtë rast, unë besoj që edhe deklarata e zotit Mekalis ishte shumë e qartë. Ishin 3 fusha kryesore, fusha e parë lidhej me reformën në drejtësi dhe imunitetin e zëvendës kryeministres. Për luftën kundër korrupsionit e quajtë imunitetin e Ballukut. As unë, as kush nuk merret me emra. Për ne nuk ka rëndësi emrat, se ka hikur i pari, ka hikur e dyta, do vi i treti, do ikin gjithë me radhë, nuk ka asnjë diskutim kjo çështje që sot në qeveri ke vetëm kryeministrin që është që nga 2013 dhe gjithë tjerë i ke qeverit pandehurve sot. Domethënë ky është fakt. Kumbaro nuk ka qenë 2013, ka ardhur më vonë. Pati dhe një periudhë në fakt hapësire. Pra është fakt i njohur botërisht që sot ke një qeveri të pandehurve. Dhe këtu nuk po flasim për emra, po këtu po flasim për një standard. Dhe unë besoj që ishte e qartë deklarata e zotit Mekalister në këtë drejtim. Elementi i dytë lidhej me luftën ndaj korrupsionit. Shqipëria ka rënë 11 vende në Transparency International me 3 pikë, është perceptimi më i keq për korrupsionin në të gjithë rajonin. Dhe pika e tretë lidhej me çështjen e sigurisë. Shiko, Flavio, Shqipëria ka pasur shumë probleme. Kemi bërë debat, jemi zënë me njëri tjetrin në parlament, por NATO ka qenë e shenjtë. Kontributi jo NATO dhe çështjet e sigurisë kanë qenë të shenjta. Ajo që ndodhi me Akshin cënoi sigurinë kombëtare. Skandali i Akshit ka cënuar sigurinë kombëtare. Dhe kjo ishte elementi i tretë që u përmend në konferencën për shtyp, që ka ngritur alarmin dhe ka ngritur shqetësimin. Tani ti ke parasysh një grup individësh që sot janë zyrtarisht një grup i strukturuar kriminal, jo se duam ne, por sepse kështu është akuza, kanë pasur mundësi, kanë pasur në dorë dosje të tatimeve, dosje të gjyqësore, kanë pasur në dorë emërimin e gjykatësve në një çështje ose në një tjetër, kanë pasur në dorë të dhënat e Timsit, të dhënat personale të shqiptarëve. Tani kjo është një çështje përtej politikës brendshme. Kjo nuk është një tender i radhës. Kjo është një çështje sigurie kombëtare së pari dhe së dyti interesi kombëtar dhe së dyti është dhe një çështje procesit të integrimit. Tash ti miraton një ligj për mbrojtjen e dhënave personale dhe bën pralla me një ligj dhe thuaj që un kam standardin më të lartë mbrojtje të dhënave personale kur ndërkohë ti ja ke lënë të gjithë sistemet në dorë këtij grupi. Kjo është shumë e rëndë. Dhe kjo është edhe pika e tretë e deklaratës zotit Mekalister që unë besoj i preku problemet ashtu si thua ti aty ku janë me emër. Dhe një tjetër emër